Kënga më re gjesi të dali nesër, e nga ana tjetër, ai po shfrytëzon koncertet për të çuar mesazhe, kjo me kunja apo për të bërë lajm në portale, pasi e din shumë mirë që ngacmimet që ai bën kthehen në lajm në mënyrë rekord. Ngacmimi i fundit që ka bërë është gjatë koncertit që ai kishte mbrëm në Zvicër, ku e pyeti audiencën a janë duke vuajtur, pasi tregoi që ai po vuan dhe nuk është mirë. Tani, po vuan në aspektin e dashurisë apo po vuan në aspektin e karrierës. Nëse flasim për karrierë, ai është në on top, ai po shkëlqen në çdo koncert që po mban në Europë, sallat janë të mbushura me njerëz që janë aty për Gjesin dhe kënaqen me çdo këngë që Gjesi këndon për ta. E nëse do të flasim për dashurinë, kjo është një nga temat më të diskutuara, a është apo nuk është në lidhje me Eglin. Nisur dhe nga publikimi i fundit i këngës që Egli nxori jetë, ku ishte edhe një lloj për mua pasqyrimi të gjithë Big Brother që ajo kishte, por e shkruar mjeshtërisht nga Fifi, një ndjekëse e rregullt e këtij formati që e zbërtheu të gjithë kalvarin e rrugtimit të Eglit, që për mua nuk është as pak viktimizim, edhe pse për disa Egli po e përdor këtë situatë. Por të them të drejtën, të them troç, është nga të rastet e vetme ku personazhi më i kërkuar, personazhi që flitet më shumë, është personazhi që flet edhe më pak. Prandaj kam këtë pyetje kur thash që apo vua nga dashuria, pasi më shumë e shikoj si një lloj provokimi që Gjesti hedh për portalet që të kthehet në lajme dhe të diskutohet në emisione. Duke rikthyer te kënga e Eglit, jetë padyshim një këngë e punuar mjeshtërisht bukur, me tekst të ndjerë, real dhe me muzikë tepër të mirë nga Fifi. Por ajo që dua të komentoj janë thumbat që janë hedhur për Eglin. Disa e kanë quajtur si një aktore e cila meriton çmimin Nobel. E të tjerë e kanë thënë që Egli po e përdor këtë situatë në favor të saj. Kur të tjerët, mediat, personazhe, banor, ish-banor, flasin dhe komentojnë, a nuk është në të drejtën e saj për të krijuar diçka për eksperiencën që ka kaluar, dhe për mua e kam thënë edhe në postime të tjera, por edhe drejt për drejt në Instagramin e Eglit, ajo çfarë më pëlqen më së shumti është heshtja dhe fokusimi te puna, si nga ana e Gjestit, po edhe nga ana e Eglit. Egli më së shumti nuk po reagon, as pak nuk po provokon, ndërkohë për Gjesi nuk mund të them të njëjtën gjë, pasi siç u shpreh dhe siç e nisa këtë troç, ai në koncerte provokon paksa audiencën, kjo për të shkaktuar padyshim lajme në rrjet edhe për të qenë viral. E duke qenë tek banorët më të zhurmshëm, njëra prej tyre që vjen të jetë aktive dhe që prodhon lajme kudo është Xheneta. Ajo ka futur në loj kaderin, kur kjo e fundit u bë lajm pse Gjesti ka bërë follow vetëm asajt nga Big Brother 2. Në një postim që Kaderi këto ditë ka bërë në Instagram, Xheneta i shkruan që po ndiem xheloze, edhe ajo i kthen jemi vetë shok. Nuk ka asgjë midis Kaderit dhe Gjesit, thjesht është një ngacmim i vogël që Xheneta e bën për të provokuar, pasi e din dhe e mat audiencën, disi si të shkaktoj lajme dhe disi si të përfitoj në situata apo edhe t'i krijoj ato. Një tjetër çift që po diskutohet janë apo nuk janë bashkë është Lori dhe Jozi. Ky i fundit do të nxjerrë dhe këngën e tij më të re sot, një këngë që me sa duket mund të jetë një dedikim për Lorin, edhe pse të dy kanë qëndruar shumë në heshtje dhe nuk kanë dhënë asnjë informacion për situatën ku ndodhen apo nuk janë bashkë, edhe pse ka një lloj interesimi nga ndjekësit e tyre për të parë dhe për të mësuar se si është raporti i tyre pas daljes nga Big Brother. E duke e mbyllur këtë troçme redi me një shprehje, jo duke ja vjedhur Ledionit, por duke analizuar dhe duke parë të dyja situatat ku ndodhet Gjesi dhe Egli, është tipike shprehja që i shkon qend le të lejnë, karvani hecën përpara, me suksese dhe me këngë shumë të arrira.